është qëllimi jot këtë. Pra, kabineti propozuar nga zoti Kurti mirë që nuk i mori votat, sepse nuk ka mundur ndryshe të tjetë, por sido që tjetë, menoj që zoti Kurti gjithmonë në qeverinë e tij, në kabinetin e tij gjithmonë ka njerëz antikombëtar. Prandaj kjo dukuri duhet të ndalet dhe menoj që ligji i ilustracionit do ta definonte më së miri se kush duhet të jetë ministër e kush nuk duhet të jetë, sepse ne kemi nevojë për një qeverisje që është kombëtare, jo një qeverisje e cila i quhen dhe një ministër i cili i quhen luftëtarët e lirisë mercenarë, siç ka qenë Hekuran Murati, më tutje Donika Gërvalla që ka dërguar dosje në gjykatën e Hagës dhe sjellje të tilla të këtyre njerëzve, të këtyre ministrave nuk do duhet të bënin pjesë, të merrin pjesë. Bile madje e kemi edhe Dimal Bashën i cili më tutje ka shkuar edhe në librin e tij e quhen organizatë kriminale Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, të financuar nga droga dhe rrugët ilegale të panetyrshme. Në fakt një punim shkencor, jo libër, kërkoj falje. Prandaj si e tillë menoj që një qeveri e tillë me njerëz të tillë është antikombëtare. Menoj që opozita ka vepruar drejt që nuk e ka votuar qeverinë e zotit Kurti, megjithëse edhe nuk e ka obligim qeveri e opozita, është partitë opozitare t'ja votojnë